Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se ardhët. Përsëri jemi sot së bashku edhe për një tjetër recetë të lehtë dhe të shpejtë. Ju sugjeroj që ta provoni për një mëngjes drekë ose darkë të shpejtë me familjen e juaj. Ju garantoj se këto simite dalin perfekte, të buta dhe plot shije. Dhe gjithçka që ju duhen janë vetëm 2 produkte kryesore. Për përgatitjen e këtyre simiteve do të kemi nevojë për kos. Në total do të përdorim 400 gram kos, por ju lutem të bëni kujdes që kosi të jetë në ambient të dhume, mos paku 1 deri në 2 orë, të jetë i vakët dhe mos të jetë direkt nga frigoriferi. Recetën e njëjtë mund që ta përgatitni edhe me kos grek, por unë sot zgjolla që ta përgatis me kos të thjeshtë. Vazhdojmë tani kosin që ta shtojmë në njën më të madhe. Tek kosi vazhdojmë që t'i shtojmë tani produktet e tjera. Të parën do të shtojmë një lugë të vogël me kryp. Vazhdojmë që të shtojmë 10 gram pluhur për pjekje. Pra këto simite bëhen pa majabuke. Dhe tani vazhdojmë që ta shtojmë miellin. Miell do të na duhet dikon nga 600 deri në 700 gram miell, por si gjithmonë miellin e shtojmë pak nga pak dhe duke e kontrolluar. Vazhdojmë tani me dorë, duke e ngjeshur mirë dhe duke formuar një brumë mesatarisht të butë, njëjtë sikur kur përgatisim simita ose brumra të ndryshme. Brumin e kemi gati, e kam ngjeshur mirë për disa minuta dhe duhet siguroheni që do të formoni kështu një brumë mesatarisht i butë. Ky brumë nuk do të bëhet normal i lemuar se të gjitha brumat e tjerë, do të bëhet kështu pak si më i vrashgët, por ashtu duhet që t'jetë. Tani brumin e marrim në tavolinën e punës dhe vazhdojmë që ta ndajmë në pjesë më të vogla. Nga ky brum mund që të largojmë dikon 5 deri në 6 copë, varësisht sa keni dëshirë që t'i bëni të mëdha. Vazhdojmë tani që t'i ngjeshim lehtë me shumë pak miell, duke ia vënë një herë formën rrumbullake. Apo e vrimi brumi pak ngjitet për duar, mos t'i bëj merak, ashtu duhet që t'jetë. Pasi t'ja japim formën rrumbullake, vazhdojmë këtu në mes, ju hapim një vrim, duke i bërë në këtë mënyrë. Tani rendisim gjitha në tepsi për pjekje. Dhe kështu duken simitat, pasi i kemi hapur dhe i kemi renditur në tepsi për pjekje, dhe poshtë tepsisë për pjekje kam shtuar edhe letër për pjekje. Nuk ka nevojë që të presim fare që të aktivizohen, direkt vazhdojmë që t'i pjekim, por para se t'i pjekim, sipër do t'i lyejm me një tkuqe të vezës. Tkuqen e vezës e kam përzier mirë dhe do të vazhdoj sipër secilës të shtoj nga pak. Unë kam edhe pak nga ky susami i zi dhe më pëlqen që t'ju shtoj, sepse ju jep një aromë shumë të këndshme, po ashtu i bën që të duken edhe më të bukura. Vazhdojmë tani që t'i pjekim në furrë të parangrohur në 200 gradë, dikon parafërsisht 20 deri në 25 minuta, derisa të sigurohemi që janë pjekur mirë dhe kanë marrë një ngjyrë të kuqremtë. Ndërkohë që simitat po pjekjen, unë do të vazhdoj të ta bëj gati mbushjen. Ju mund t'i mbushni gjithmonë me gjithçka sipas shijeve të juaja, por unë sot kam zgjedhur që ato t'i bëj me 3 shije. Unë do të përdor krem djathra, por krem djathrat i kam zgjedhur që t'i përdor nga marka Pënar dhe janë labne. Njëra prej tyre është kjo, e cila është me mjalt, për ata që i duan shije të ëmbla, kjo është me të vërtetë perfekte. Dhe tjetra është krem djathi labne Pënar me hudhër dhe qep të reja. Ju mund t'i mbushni siç thash sipas shijeve të juaja, por unë sot do t'i provoj me të 3 shijet, sepse asnjë në shtëpinë tonë nuk e ka shijen e njëjtë. Fëmijët e pëlqejnë që t'jetë me shije më të ëmbël, ndërsa unë dhe pjesëtarët e tjerë të familjes e duam me shije të njelmët. Dhe tani, pasi që janë ftofur pak, do të vazhdojmë që simitat që i përgatitëm t'i mbushim dhe vetëm shikoni se si kanë dalë nga brenda, sa të buta dhe të shijshme që bëhen. Ju sugjeroj që t'i provoni dhe t'i gatuani edhe ju.
Pra ashtu si që prezentova lyerja që do t'i përdor, me ato do të vazhdoj që t'i mbush me disa lloje nga këto lyerje, dhe këtë të parën që do t'a përgatis për veti, do t'a bëj me domate të thotë. Vazhdojmë tani që t'a rendisim. Deri në video recitat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.